Operacioni policor I koduar procesi u finalizua me sukses pas një pune të mirë fillt hetimore disa mujore nga sektori për hetimin e krimeve ekonomike e financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier. Si rezultati I operacionit u bë ekzekutimi I masave, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi I daljes jashtë shtetit për 3 shtetas, të cilët në periudhën 2014-2016 dyshohet se kanë abuzuar me detyrën doganier në degën doganore Fier. Konkretisht janë shtetasi RSH 47 vjeç banues në Tiranë, shtetasi IY 51 vjeç banues në Fier dhe shtetasi EG 37 vjeç banues në Fier. Gjithashtu u bë ekzekutimi I masave të sigurisë, detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi I daljes jashtë shtetit për 3 shtetas biznesmen, MK 70 vjeç banues në Berat, AB 56 vjeç banues në Tiranë, SP 60 vjeç banues në Tiranë. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se shtetasi MK, SP dhe AB në periudha të ndryshme gjatë viteve 2014-2016 për llogari të shoqërive tregtare në administrim të tyre kanë kryer pranë degës doganore Fier praktika zhdoganimi të mallrave me origjinë nga Kina. Procedurat e zhdoganimit janë kryer në të gjitha rastet pranë degës doganore Fier nga ana e doganierëve shtetasve RSH, IY dhe EG. Në kryerjen e procedurave të zhdoganimit në degën doganore Fier nga ana e administratorëve të subjekteve janë paraqitur fatura të falsifikuara. Në përfundim të hetimeve është dokumentuar veprimtaria kundërligjshme e të 6 këtyre shtetasve, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer procedurën e zhdoganimit pa kryer verifikimin e mallit dhe kanë shmangur detyrimet doganore në vlerën e 10.016.364 lekë të reja. Materialet procedurale I kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.